t'ja vlen për të menduar, për të punuar për ta, më do të më ndëgjua poplën dhe sot jam me poplën bashka te Albin Kurti. Bravo! Pse me Albinin, ju me Begjetin, ose pse në VV ju në AKR? Albini është një njeri që ka vizion të qartë. Albini është një njeri i cili e ka bërë të ditur që sa vite që është i pamposhtur për kauzën e madhe të Republikës Kosovës. Edhe si student e kemi parë, edhe si luftëtar e kemi parë, edhe si i burgosëm e kemi parë, edhe si njeri në parti e kemi parë, edhe si njeri në Parlamentin e Kosovës e kemi parë, dhe asë një herë nuk o ka një thyër, asë një herë s'ka mujt me mposht, mas gjithë aty në kauzave që i ka pas, mas gjithë aty në përpjekjeve dhe dhunë që ju ka shtruar, është njeri i cili e donë këtë vend, njeri që mundohet të bënd të mirë për këtë vend, në njeri që u sulmua edhe nga Serbia, po edhe nga shqiptarët tonë, por asë njëherë nuk kanë mujtë me thuj, u konin pamposhtur. Nuk u konin pamposhtur për vete, personal, për grupin apo për partin, po ka konin pamposhtur për qashtën të madhe të Republikës Kosovës. Dhe ai ka liftue, ka vizion të lifton, për të mirën në vendit, dhe gjitha këto të këtësia që i ka ndodhë këti vendi. Albini o kanë kritikus, o kanë protestus, edhe fizik, duke përdorur edhe dhunën, për arsye se njerëzit e politikës nuk njohin mjete për të realizuar ato dëshirat e tyre, për të ruajtur postën e tyre, edhe këtina ju ka dufte edhe në mënyrë fizike të mbrohen gjithçka që ka është për të mirën e vendit. Edhe ky njeri e meriton ose do kur të bashkagjitën gjithë populli i Kosovës, sepse sytë ta jetën vetëm në Albinin, dhe këta tjerë të kemi përvu që 20 vite, këta dolin shumë mirë në për elektoratët duke bërë fjalimet bukura të mira, po de facto dhe juro se të përfundon fushata kthehet në atë kauzën e korrupsionit, krimit organizuar, kriminalitetit dhe zinxhirin komandues të drejtësisë të Kosovës. Bravo! I vetmi njeri në Kosovë që nuk ka aspirata ose pretendimi për ndaj post është Agim Batiri. Ti burë ke ndru partinë as ke kërku post, bravo! Unë se cila parti e Republikës Kosovës që është, në Republikën Kosovës valë, më kanë kërkuar që të jam me ta, duke më thonë dhonë dhe poste të shkallës më të lartë. Agim Batirin të këmë kalëzuhë në herë, s'ka kush që e friksonë dhe s'ka kush që e blenë. Unë me Albinin jemi duke punuar për 2014-ës dhe ju dine në 2015-ën kam dhënë interpellans për projektin, për bisedimet që kemi pas në Bruxelles para lëvizjes vetëvendose ku Albini me ka organizuar në sallën të Grand Hoteli dhe më kanë atë duke shfaqur gjithçka që ka ndodhur në Bruxelles për arsye se e kam bërë një punë të jashtëzakonshme atje, duke çdo herë duke bashkëpunuar me Albinin, edhe pse s'kemi qenë koalicion, po ai njeri më ka ndihmuar. Më ka ndihmuar sepse isha i ri në